Kryetari i PD-s Shpëtim Idrizi prezantoi në Durrës kandidaten për deputete në zgjedhjet e 11 majit në këtë qark, Andja Ulliri. Idrizi tha se PD-ju është e vetmja parti që ka ngritur zërin për çështjen çame dhe do të vazhdojë ta bëjë një gjë të tillë edhe në të ardhmen. Në këto 15 ditë kemi treguar që e vetmja parti që ngren zërin rri aty politikë shqiptar, vetëm këtë punë është Partia për Besimin e Integrimit Unitar. Pra, po që për çamërinë keni ke PD-ju. Ndër të tjera, kreu i PD-s u ndal edhe në disa pjesë të programit politik që shqiptarët duhet të zgjedhin. Shqipëria që prodhon, tha ai, është e ardhmja e vendit, sepse vetëm kështu ne do të mund të rrisim ekonominë tonë. Kemi nevojë që ne të kemi prodhimin, bujqësisë, industrisë ushqimore. Po padyshim edhe ne mund bëjmë edhe në industri tjetër. Sigurisht mund prodhojmë makina, po pjesë makinash ne mund bënim. Që Shqipëria të mos mbetet pengi remitancave dhe importeve, tha Idrizi, koha që Shqipëria t'i kthehet prodhimit dhe të zhvillohet është tani, dhe vota për koalicionin opozitar është e vetmja rrugë që kjo të ndodhë.